Shumë situatë e vështirë për Lidhjen Demokratike të Kosovës në përgjithësi, cili do që tjetë rezultati sonte, evidente është që Lidhja Demokratike është e ndarë në dysh. Është e ndarë në dysh mbi çështjen e udhëheqësisë. Dhe duke qenë e tillë, a ra lumiri apo nuk ra sot, në fakt nuk ekziston kapaciteti i një udhëheqje të LDK-s për ta mbajtur unike LDK-n në çfarë do lloj forumi. Pra, jo në kuvendin e vet, po as në kuvendin e Kosovës e as në qeverinë në tashmë. Pra, rezultat i këtij kuvendi do të jetë një farë paaftësimi i LDK-s për një kohë të caktuar për të vepruar si organizatë e unifikuar. Dhe LDK për qenë faktor në krijimin e institucioneve duhet ta ketë elementin e unitetit si domosdoshmëri. Pra, LDK bëhet e pavlefshme kur është e ndarë. LDK është e vlefshme vetëm nëse është unike. Nëse 18 deputetë e saj votojnë për një çështje. Votojnë për presidentin. Ideale çka. Domethënë, a e din veç një informat me tregu diçka, se do të më kallëzoj këta. LDK-ja thotë do të më kthy partinë në shtratin e vet. Që 22 vjet LDK-ja s'ka fitu. Që 22 vjet s'ka pa fitore me sy. Po flas në nivel nacional, e para. E dyta, që do të me theksu edhe këtë fakt, nëse ka parti që është e para për diçka, është LDK-ja që bën drama. Drama gjithsesi janë pjesë e LDK-s, po nuk janë domosdoshmë të dëmshme. Garat elektorale, si për shembull gara e Lumirit dhe Lutfi Azizi, nuk ka qenë fare e dëmshme, ka qenë e dobishme për LDK-n. Sepse ka kriju klim demokratike, veprimi më të tjeshëm ka qenë pozitiv, është përfshi Lutfi Azizi dhe gjithë struktura tjetër në udhëheqësi. Domethënë ka pas element progresist brenda asaj. Kjo garë tash është problematike sepse ndodh para një situate ku përcaktohet apo hyn LDK në koalicion me VV-n për të bërë edhe qeverinë, edhe zbezgjet presidentin apo jo. Dhe kjo është situatë në cilën nuk besoj që do të ketë leadership mas kësaj dite që mund garantoj diçka për LDK-n. Do thotë është e pamundur, cila do situatë që të ndodhë. Bjeton Abdigjiku apo bjen Abdigjiku. S'është fare me rëndësi. Ajo është që me rëndësi është që LDK-s do t'i vduhen spaku disa muaj për të ardhur në pikën ku kohabitojnë këta të njëjtit njerëz me një strukturë të re, me një frymë të re e cila mundet me artikulu për. Tash e dëgjova fjalimin e Lumirit. Përbes them të drejtën është përtej tash imagjinoni sikur ai të hynë në këtë kuvend me bindjen se është fitues. Dhe ky fjalim nuk është fjalim i cili ndërton urë. Është fjalim i cili pak a shumë i thellon ndasit. I përmend të gjitha çështjet të cilat janë ngritur, akuzat të cilat janë ngritur gjatë kësaj kohe. Ky është më shumë fjalim i thellimit të ndarjes, se sa fjalim i idesë së kapërcimit kësaj ndarje. Pra, një lider është e qartë, s'kam punu. Po mirë, kush i la ata aty? Kush i ka dhënë mandat atyre?